Përshëndetje të dashur shikues, vëllezër, motra, kam kënaqësinë të ndaj me ju këtë mesazh të shkurt me rastin e Krishtlindjes. Du t'ju flas për mretin që lini mes nesh. E di mirë që shpesh herë ne dëgjojmë për dhuratën e Krishtlindjes, për dashurinë e Perëndisë për njerëzimin, për lajmin e mirë dhe lumturinë që Krishtlindja solli dhe vazhdon me sjell akoma sot, por në fakt kam përshtypjen se rrallë herë theksohet që foshnja që lini nuk ishte thjesht një foshnjë e veçantë, por ishte një mret i fuqishëm dhe i përjetshëm. Tek profeti Jeremia, kapitulli 23, vargu 5, ne lexojmë profecinë që Perëndia jep përmes këtij profet. Aty thuhet, ja do të vinë ose po vinë ditët, thot Zoti, në të cilat do të shkaktoj që të dalin nga Davidi një filiz i drejtë, që do të mbretnojnë si mret dhe do të ketë marrësi dhe do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend. Këtu dallojmë që nuk na ulla vetëm një foshnje, por një mret. Pra na ulla një autoritet dhe një autoritet me një front të drejtë dhe të përjetshëm. Pra, Krishtlindja, vëllezër e motra, nuk ka të bëjë paragjithash me dritat, me dhuratat apo traditat e ndryshme që janë ndërtuar përmes vitesh, por Krishtlindja ka të bëjë me një mret. Por jo një mret ashtu siç e priste apo e pret bota. Bibla ne na mëson edhe na tregon se mreti mi të gjithë mbretërit erdhi tek ne dhe nuk erdhi në një pallat mbretëror, nuk erdhi me pushtet dhe shkëlqim e lavdi njerëzore siç mund ta imagjinojmë ne, por erdhi si një foshnjë, si një fëmijë i vogël i lindur në një grazhd shumë modest. Profeti Isaia në kapitullin 9, vargun 6 të librit të tij shkruan këto fjalë: sepse na ka lind një fëmijë, një djalë na është dhënë, mbi supet e tija do të mbështetet perandoria dhe do të quhet këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, At i përjetshëm dhe Princ i paqes. Kjo profeci, e cila në fakt shkruhet diku rreth 750 vjet përpara Jezusit, dëshmon që ky fëmijë që po lindte dhe do të lindte, nuk ishte thjesht vetëm një fëmijë i zakonshëm, por ishte hyjnor, kishte një identitet hyjnor pra. Prandaj mreti i Krishtlindjes nuk erdhi tek ne për të na treguar një mbretëri toksore. Nuk erdhi me një kuror prej ari apo argjendi, por erdhi me një kuror për ulësie, vëllezër e motra. Ai nuk erdhi për me u shërbye nga ne, por erdhi për me na shërby. Ai nuk erdhi me sunu në jetën tonë, me frikë, me ankth dhe me drithërim, por erdhi që të mbretërojnë në zemrat tona dhe në mesin tonë përmes dashurisë tij, përmes shpresës dhe mirësisë tij. Dhe imagjinoni veni re aty ku njerëzit kërkojnë zakonisht pushtet prej s'naltit, Zoti zgjolli rrugën e së poshtmes, pra rrugën e përuljes, dhe ai na mëson se si ne duhet jena të përulur. Është e mrekullueshme sepse ne shohim që ai është mreti që na u afru. Dhe këtu kuptojmë që mreti që na u afru është ai që nuk braktis popullin e tij. Është ai që nuk harron. Dhe gjëja më e mrekullueshme për mretin e Krishtlindjes është kjo: ai u lind mes nesh, vëllezër e motra. Pra nuk qëndroi larg, nuk qëndroi të na shikonte prej largut, por ai erdhi që të përjetonte pikërisht dhimbjen tonë. Erdhi që të na kuptonte në mëkatin tonë, në humjen e shpresës tonë. Dhe kjo është arsyeja që ne lexojmë tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 1, vargu 14, ku thuhet: fjala e Perëndisë u bë mish dhe erdhi dhe banoi mes nesh. Lavdi Perëndisë për këtë. Pra ne këtu kuptojmë që Perëndia u përfshi personalisht në dimensionin tonë, në realitetin tonë, jetën tonë të përditshme. Ai kupton lotët tona, kupton betejat dhe luftën tonë. Ai njeh pra jetën njerëzore dhe na njeh nga përmbrëma. Dhe kjo është e mrekullueshme sepse kjo i jep atij mundësinë që të jetë mreti shpëtimtar. Dhe
Siç thash më përpara, grazhdi ku ai lindi ishte një grazhdi thjesht prej drurit, por druri i atij grazhdi shëmbëllon gjithashtu edhe drurin e kryqit ku ai do të kryqëzojë, sepse pra foshnja e Betlehemit njëkohësisht kthehet në shpëtimtarin e Golgotës, i cili dha jetën e tij për ne, i cili sakrifikoi në vendin tonë. Pra mreti i Krishtlindjes nuk erdhi veç me na dhënë një shembull ne, por erdhi me na dhënë shpëtimin, erdhi me u bë vetë rruga e shpëtimit. Prandaj Mateu në kapitullin 1, vargu 21, ne lexojmë, thot engjëlli Maris nërsa i shfaqet, ti do t'ja vesh emrin Jezus, sepse ai ka me shpëtu popullin e vet prej mëkateve të tyne. Prandaj, çka do të thot mreti i Krishtlindjes për ty dhe për mua sot, për ne sot? Krishtlindja nuk na pyet veç çka po feston ti ose kush po feston, por kush po mretnon në jetën tënde? Kush mretnon në zemrën tënde sot? Mreti i Krishtlindjes nuk kërkon veç një vend në kalendarin tonë, vëllezër e motra, por ai kërkon një vend në zemrën tonë. Dhe a e din ti se atë natë kur Jezus i lindi, Bibla thot që nuk kishte vend në asnjë prej haneve ose hoteleve të asaj kohe. Pra, një farë mënyrë kjo na tregon se nuk kishte vend për Zotin kjo botë. Kjo botë nuk e donte dhe e refuzonte Zotin. Dhe mjerisht më duhet me thënë që kështu vazhdon me kenë edhe sot. Kjo botë nuk ka vend as hapësinë për Zotin. Njerëzit nuk e duan Perëndin, po për ty si ashtë. A ke ti vend për Zotin jetën tënde? A ke ti vend për Zotin zemrën tënde? A ke ti hapësinë për Zotin në të përditshmen tënde? Unë e di që ai qëndron tek dera e zemrës tënde dhe troket, jo me detyrim, por me hir, me dashuri dhe me shumë mëshirë për ty. Prandaj si do të veprosh? A do t'ja hapish derën dhe do t'i japish hapësinën që ai meriton? A dëshiron t'i japish atij kohën dhe adhurimin që ai meriton? A dëshiron t'i japish atij mundësinë që të shpengojnë, që të shpëtojnë dhe t'i japin ty një fitore të përjetshme? Mesazhi i Krishtlindjes është ky, vëllezër e motra. Mreti i mbretërve erdhi. Imagjinoni, ai erdhi dhe u shfaq për ne, për njerëzimin. Dhe mreti është afër, nuk është larg. Ai është pranë teje, ai mundet me kenë në zemrën tënde çdo ditë, në jetën tënde çdo ditë. Dhe njëkohësisht mreti jeton, që do të thotë ai është një mret i pushtetshëm që vazhdon të sunojnë dhe mbretënia e tij vazhdon me kenë e hapun për gjithë ata që dojnë me pranua atë. Vazhdon me kenë e hapun për gjithë ata që dojnë me jetu në përputhje me të. Prandaj sot unë dëshiroj me të ftu që të krijosh hapësinë në jetën tënde për mretin e mbretërve, i cili ka ardhur për me të çliru ty, ka ardhur me të çliru nga armiku më i madh, armiku jon i përjetshëm, i cili është mëkati e njëkohësisht i ligu. Dhe unë t'inkurajoj që ta lejosh këtë mret me sunu mi jetën tënde, sepse ai nuk sunon me një dorë të hekurt dhe të ligë, por ai sunon me drejtësinë e tij, me dashurinë e tij, me mirësinë e tij, me vizionin e tij, me planin që ai ka me jetën tënde për me të dhënë ty një të ardhme, për me të dhënë ty bekimin dhe begatinë e tij. Dhe unë t'inkurajoj që ta adhurosh me gjithë zemrën tënde, me jetën tënde, sepse vetëm ai është mreti i dej për adhurimin dhe nderimin ton, për nënshtrimin ton. Tek Ungjilli i Luks, kapitulli 2, vargu 14, engjëlli thot, lavdi Zotit në vendet më të larta dhe paqe mbi tokë mbi njerëzit që ai don. Kjo ishte shpallja e engjëjve kur lajmëruan linjen e Jezusit. Dhe këtë do na me pohu edhe ne. Prandaj ju uroj bekimin e Zotit në këtë Krishtlindje. Paqi, një Krishtlindje të begat dhe mirësia e tij, mirësia e Perëndisë, mu loft zemrat tuaja, jetët tuaja dhe familjet tuaja. Amen.